Atje po gjykohet OÇK, Ushtria Shërimtare e Kosovës, lufta e lartëdhshme e Kosovës, edhe po gjykohet populli i Kosovës, dhe po gjykohet historia e Kosovës, ose po do të ndryshu historia e Kosovës. Po mos harrojmë, kthejmë vesh pak mbrapa, marrim vetëm një fakt. Ish krye prokurori Jack Smith, i cili tash në Departament Drejtësisë po përballet me drejtsinë vet, një muaj mas që në arrestu 4 liderë tanë, para ambasadorëve, ka deklaruar që ata duhet më dënu me burgim, ata dënojnë me burgim përjetshëm. Paramendoj vetëm një muaj pas janë arrestu, domthon, ende se ka qenë ngritur ata akuza, por çka po duam të thonë me këto? Po duam të thonë që prokuria e ka lyp maksimumin për me marr maksimumin e dënimit tyne. Po na besojmë, nëse ka ligj, ka drejtësi, ka norma ndërkombëtare, parime ndërkombëtare, parime juridike, ata janë pafajshëm, do të lirohen, por neve kanë qenë gjithmonë pafajshëm, edhe në emër të popullit absolut nuk do të mund të dënojnë. Tash fuqia politike i bën gjërat, ka mundësi edhe me dënu, po megjithatë ata janë herojtë tonë, ata janë liderë tonë, s'mund të dënuohet që kjo. Para mendoj 180 vjet Serbia që i ka botëri lufta në Ballkan, domthon, filloi Kroacinë, Bosnjën, Kosovën, edhe në fillim pak me Sloveninë, nuk ka marrë çka dënim. Domthon që e dim gjithë që akuzohet për gjenocid, edhe për gjithçka, nuk merr dënim, ndërsa 4 liderë tonë për në periudhën 98-99 ju kërkohet 180 vjet burgim. Me të vërtetë kjo është e papranueshme, është jo normale dhe po ndodh në sytë e botës, domthon në një vend më demokratik, sikur që është Haga, nuk di a don koment kjo punë, sinqerisht, po me të vërtetë jem